Një 62 vjeçar u gjeti pa jetë në ujërat e lumit Buna në Shkodër. Viktima, që u identifikua si Nik Strugaçi, dyshohet të jetë mbytur një ditë më parë dhe vetëm gjatë kësaj të hëne, trupi pa jetë ka dalë në sipërfaqen ujore në fshatin Zus të njësisë administrative Ana e Malit. Kufoma u konstatua nga banorët, të cilët njoftuan policinë, e cila me të mbërritur në venxare bëri nxjerrjen e viktimës nga ujërat e lumit dhe dërgimin e tij në morgun e spitalit rajonal të Shkodrës. Dyshohet se Strugaçi është mbytur në një tjetër pikë, por rrjedha e lumit e ka sjellë deri në këtë zonë. Ekspertiza paraprake e mjekëve del në përfundimin se 62 vjeçari nuk ka shenja dhune në trup dhe është vetë mbytur pas një situate depresive. Fakt ky që konfirmohet edhe nga dëshmia familjarëve dhënë përpara oficerëve të policisë. Strugaçi për javësh po kalonte një gjendje të rënduar depresive, pasi gjykata shkallës së parë kishte dhënë një vendim për nxjerrjen e tij nga banesa, thon burime policore. Megjithatë, hetimet vijojnë deri në sqarimin e plotë të rrethanave që sollën aktin e rënd të dhënies fund të jetës nga 62 vjeçari me origjinë nga Dugaxhini, por banues në Shkodër.